Artan Berisha, këshilltar për punësim në qendrën për punësim në komunën e Gjakovës, është personi i cili me përgjegjësinë që ka, do të ndihmojë dukshëm në mundësinë e punësimit të rinjave të interesuar. Ai thotë se të rinjët fillimisht duhet të paraqiten në qendrën për punësim në mënyrë që të këshillohen për procedura të tjera. Pozita e këshilltarit është një privilegj për mua, mirë po të njëjtën kohë është edhe një përgjegjësi për mua për shkak se ne punojmë në qendrën ragjionale të punësimit në Gjakovë. Dhe fusha në të cilën ne punojmë është një fushë e cila kërkon një përkushtim dhe punë të palotshme për shkak të numrit të madh të papunësuarve jo vetëm në komunën e Gjakovës, mirë por në tërë Kosovën. Andaj unë si këshilltar do të jap më të mirë nga vetja në mënyrë që numri i të papunësuarve të jetë më i vogël dhe të kemi një përqindje më të madhe të punësuarve gjatë punës që unë ushtroj. Jo vetëm komunitetit egjiptian, mirë po në përgjithësi ka kërkesa të mëdha. Ne jemi duke punuar në atë aspekt që në mënyrë sa më shumë të kemi ndikim rreth punësimit të tyre, mirë po duke marrë parasysh që është mënyrën më të mirë bashkëpunimi me bizneset private dhe shtetërore, andaj kërkesat janë shumë të mëdha. Kemi kërkesa edhe prej atyre që kërkojnë të kryejnë kurse, trajnime të ndryshme, pasi ne si qendër ragjionale punësimit kemi bashkëpunim me qendrën aftësime profesionale këtu në Gjakovë. Edhe drejtori i qendrës për punësim në komunën e Gjakovës, Kujtim Dula, thotë se ka programe të ndryshme për punësim, ndërsa inkuaron pjesëtarët e komuniteteve që të vinë dhe të regjistrohen, sepse mundësitë e tyre për të gjetur punë do të jenë të mëdha, qoftë në punësimin me periudhat afatgjata apo atë të sezonaleve. Kemi kërkuar që komunitetet t'ju jepet edhe një numër i caktuar nga UNDP-ja, që është një projekt për subvencion paga, që kemi një numër të limituar në çet projekt, por duhet të theksuar se kemi një bashkëpunim të mirë me zyrën për komunitete këtu në Gjakovë, dhe të gjithë ata të cilët kanë qenë të riadhësuar dhe janë adresuar në zyrën e punësimit, të gjithë kanë përfituar pa dallim komuniteti. Por veçanti ka përfituar edhe komuniteti jo shqiptar me në fjalë. 50% të pagës e paguën projekti, për të riadhësuar, do të thonë se projekti vazhdon për ata të riadhësuar, paguën, do të thonë 12 muaj. Ndërsa për të tjerët, për komuniteti është 9 muaj, që 50% e pagës paguhet nga projekti, 50% nga punëdhënësi. Na për çdo vit e kemi një projekt që personalisht e kam bërë atë projekt, Vjelja Rushit në Stone Castle në Ravet. Edhe t'ju them drejtën se këtu për çdo vit nga komuniteti jo shqiptar përfitojmë për mbi 100. Dhe kjo zgjat 2 muaj e gjys dhe me torna që po punë sezonale dhe është jo tash për më lëvdu, po punë sezonale ka vetëm zyra e punësimit Gjakovë, krahasuar me kretë zyrat e gjitha regionet tjera të Kosovës, dhe në fokus të veçantë, domethënë prioritet ju kemi dhënë komuniteteve jo shumicë këtu. Pos mundësitë të punësimit në qendrën e punësimit, komuniteti egjiptian ka dhe qendrën për aftësim profesional, e cila ofron mundësi të ndryshme trajnimi profesional në zejtari dhe profesione të tjera, të akredituara nga Agjencioni e Akreditimit. Për emisionin Spektri Egjiptian, drejtori i kësaj zyre, Shaban Laha, flet për mundësitë të ndryshme që i kanë të rinjët. Ne aftësojmë të rinjt për tregun e punës. Do thotë, aktiviteti jonë është i orientuar në ngritjen e shkatësive të papunësuarve, por edhe të punësuarve se ju rrezikohet vendi i punës për një shkatësi ose tjetër si preventiv që të ruaj vendin e tij të punës. Këtë vit u bë përurimi, këtë muaj gjithsesi u bë përurimi i qendrës re që krijon shanse dhe mundësi për ngritjen e shkatësive të rinjeve, po edhe deri në moshën 65 vjeçare për të konkuruar në tregun e punës. Aktualisht është profesioni i sallëzimit, është i instalimeve elektrike, është profesioni i menaxherit të ndërmarrjeve mikro dhe të vogla, sipas nevojës dhe kërkesë në veçanti për të riadhësuarit, organizojmë edhe trajnime të shkurta për vetpunësim dhe është kabineti i asistentit administrativ ku mbahen nga njëjti trajner 2 profesione. Qendra re ka infrastrukturë shumë moderne, ka qasje për persona me aftësi të kufizuar në secilin kënd, në secilin hapësirë, në secilin kabinet.
është ashensori, ka do të thot banjot për handicap, ka çdo gjë që është e nevojshme për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuar që të jenë barabartë me kursantët e tjerë. Ai gjithashtu apelon të rinjët që harxojnë kohën kot dhe nuk janë të angazhuar se mund të kenë përfitime. I rrjedh sa e pin një kafe, mund të vinë qendër të aftësimeve. Aftësimet janë pa pagesë dhe të suksesmit certifikohen me certifikata që janë një tregu i punës. Pas dhënies së testeve dhe testit përfundimtar dhe janë të punësueshëm, janë të gatshëm që bizneset të ofrojnë një shkallësi për të themeluar marrëdhëniet punës. Punësimi mbetet sfidë e madhe për institucionet e vendit, ndërsa qytetarët veç mas të rinjët mbesin me shpresë se institucionet relevante do të bëjnë më shumë sa i përket fushës së punësimit, pa i lënë anash pjesëtarët e komuniteteve në Kosovë.